Pse Hitleri urrente ebrejt. Pse Hitleri nuk i pëlqente populli hebre, është diçka që diskutohet rregullisht kur studiohet Holokausti, i cili rezultoi me vrasjen e 6 milion hebrejve në një akt gjenocidi. Përveç hebrejve, grupe të tjera që u vunë në shënjesër dhe viktimat e gjenocidit përfshinin ciganët, homoseksualët, të paftët, të varrurit, opozitën politike, komunistët dhe çdo kundërshtar tjetër të partisë naziste. Kjo video eksploron arsyet pse Hitleri nuk i pëlqente hebrejt, duke cituar studiues, historian dhe besime të ndryshme. 67% e shikuesve e shikojnë këtë video pa u abonuar. Ju lutemi abonohuni në kanalin tonë duke klikuar butonin subscribe dhe mbështesni punën e autorit. Për ju është vetëm një klikim, për ne do të thotë shumë. Hitleri lindi në Austri në vitin 1889. Ai ishte djali i palishëm i gjysmë hebreut, i cili braktisi atë dhe maman e tij. Ai zhvilloi idetë e tij politike në Vjenë, një qytet me një komunitet të madh hebre, ku jetoi nga viti 1907 deri më 1913. Në ato ditë, Vjena kishte një kryetar bashkie që ishte shumë anti-hebre dhe kishte shumë urrejtje, ndaj hebrejt ishin shumë të zakonshëm në qytet. Gjatë luftës së parë botërore, 1914-1918, Hitleri ishte një ushtar me origjinë gjermane. Në fund të luftës, ai dhe shumë ushtarë të tjerë gjermanë si ai nuk mundën ta kalonin humbjen e perandorisë gjermane. Komanda e ushtrisë gjermane prapi mitin se ushtria nuk e kishte humbur luftën në fushën e betejës, por sepse ishin të tradhtuar, ka një thik pas shpine, siç quhej në atë kohë. Hitleri pranoi mitin, hebrejt dhe komunistët kishin tradhtuar